Rënimi i pronës komunale vetë se ka fillu, zoti Lladrovci ka deklaruar se tashmë ka një vendim gjyqësor për këtë pronë komunale. Ai vazhdon me akuzu familjen Sinani për uzurpim të pronës komunale. Familja Sinani kanë deklaruar se janë paralajmëruar para 4 vitesh për këtë situatë sepse janë kërcënuar përmes një mesazhi nga zoti Lladrovci. Pasha një besë të zotit, ku në vend nuk i la as derën prej 60 metrash nuk mundën me cil. Si po e shihni, jemi prapë në Drenas tek stacioni i autobusëve, më saktësisht tek restorant Peshkopia. Është pra kjo hapësira e cila është duke u liru tashmë nga inspektorati komunal i komunës së Drenasit, edhe në vend në ngjarjes kanë dalë edhe forca të shumta policore. Jemi të folë pra për pronën e cila është stër diskutuar gjatë fushatës së fundit të zgjedhjeve lokale këtu në Drenas. Pra ka pas reagime prej kryetarit Ramiz Lladrovci, ka pas reagime prej asamblistit të familjes Sinani që janë pronar të këtij lokali, restorant Peshkopis, po dhe disa lokaleve të tjera. Familjari i tyre pra është asamblisti Arigon Sinani nga radhët e PDK-s, ka pas reagime edhe prej tij, ka pas pra debate të shumta. Ramiz Lladrovci e ka akuzu familjen Sinani për uzurpim të pronës komunale, familja Sinani në anën tjetër për Gazetën Nacionale pa deklaru që kanë pagu edhe qira për terasën që e kanë pas në shfrytëzim, edhe kanë shfaq disa fakte që e kanë pagu qiran pra në komunë. Me gjithë debatin publik që është zhvillu sot, siç po e shihni, ekipet në terren janë duke bërë lirimin e pronës komunale. Kjo sipas një vendimi gjyqësor që ka ardhur për këtë kontest pronësor, ka reaguar edhe kryetari i komunës së Drenasit, Ramiz Lladrovci, përmes një statusi në Facebook, ku ndër të tjera ka thonë që njoftohen mediat lidhur me pyetjet rreth restorantit Peshkopia se prona e uzurpuar nga ky subjekt ekonomik, edhe pse pas shumë vonesave, pasi gjykata tha fjalën e saj, është duke u liruar. Ne kemi pyet zotin Lladrovci prej Gazetës Nacionale nëse don me shtu diçka tjetër rreth disa akuzave që i patën paraqit përfaqësuesi familjes Sinani, zoti Sinan Sinani, i cili në intervistën e realizuar për Gazetën Nacionale herën e kaluar, pasi që sot nuk kanë pranuar me fol para kamerave, i njëjti pa deklaruar që kjo po vjen si një hakmarrje prej zotit Ramiz Lladrovci lidhur me një votim që nuk e ka bëu familjari i tyre, nipi i Sinan Sinanit, Arigon Sinani, i cili ka qenë asamblist nga radhët e PDK-s. Shikoni këtë deklaratë të Sinan Sinanit dhe pastaj kthehemi prapë. Mesazhin atë jargonin në origjinal se ai e ka dërguar shkruhet kështu. Thotë nëse nuk lejoj me lujt kërkush. Thotë po ta japi besën e Zotit që kam ja u pru punën, nuk keni me mujt me hyn lokal. Sinan Sinani ka fjalën për këtë mesazhin që po e shfaqim këtu, i cili dyshohet që i është dërguar njërit prej familjarëve të familjes Sinani para 4 viteve, pra në zgjedhjet e kaluara, edhe familja Sinani pra ende pretendon që krejt kjo situatë ka ardhur si pasojë një lloj hakmarrje, një lloj inati personal mes zotit Lladrovci dhe familjes Sinani. Megjithatë tashmë ka një vendim të gjykatës, kështu që po e shfaqim në pamje gjithë punën që është duke u bërë prej zyrtarëve komunal, prej inspektorit, ekipeve punuese. Qysh po e shihni, puna është duke vazhdu rënimi. Në vend në ngjarjes ka dhe zyrtar policor në rast të ndonjë ekscesi, me asa kemi pa deri më tash, kemi qëndruar për disa orë në vend në ngjarjes, por nuk ka pas ndonjë kundërshtim ose rezistencë nga familja Sinani që po i shohim edhe duke qëndruar jashtë terasës të restorant Peshkopis. Hajdeni me mua rreth restorantit Peshkopia për me pas se cila pjesë ka me u rënu saktësisht. Pjesa që po e shihni të rrethuar me shirit, e gjitha ka me u rënu prej ekipeve që janë duke punu këtu, nuk e di për sa ditë kanë me vazhdu punimin në vend në ngjarjes. Pra që po e shihni edhe pjesa këtu, ka me u rënu deri tek pjesa ku fillon në restoranti, pra ka me u largu e gjithë terasa që ka qenë në shfrytëzim të restorant Peshkopis, edhe që familja Sinani ka thonë që deri dikun në vitin 2023, në intervistën e kaluar pa deklaruar zoti Sinan Sinani që kanë pagu qira për këtë terasë. Qysh ka ardhur situata deri këtu, ne kemi pyetur edhe zotin Lladrovci nëse don me shtu diçka jashtë asaj që ka publikuar në Facebook. I njëjti nuk na ka kthy përgjigje deri në momentin e realizimit të kësaj video. Gjithashtu e kemi kërkuar prej zëdhënësit të komunës së Drenasit planin se deri ku ka me vazhdu rënimi. Pjesëtarët e familjes Sinani janë ende duke qëndruar në vend në ngjarjes. Njëjtit kemi provu disa herë me marrë prononcim prej tyre, po të njëjtit nuk kanë pranuar me fol para kamerës. Mbrapa kamerës,
Mbrapa kamerës, pjesëtarët e familjes Sinani kanë vazhdu me qëndru mbrapa asaj intervistës të përfaqësuesit të familjes Sinan Sinani që pa deklaru për Gazetën Nacionale se gjithçka ka nis me një mesazh, me një pakënaqësi mes Ramiz Lladrovcit dhe nipit të familjes Sinani, Arigon Sinani, i cili ende është asamblest nga radhët e PDK-s. Në mesazh ndër të tjerash, ata kanë pretenduar se thuhet: "Nuk lejojmë me tradhu askush, pasha një besë të Zotit, kund vend nuk ju la as derën prej 60 metrash nuk mundën me cel. Kjo çështje është në duart e tyre, zedh e merr." Abelardit i kam thënë shko fol me ta dhe tregoje që kur ta nis bagerin mos hajdeni me thonë aman nale. Familja Sinani pretendojnë që këtë mesazh i kanë pranuar prej Zotit Lladrovci. Pyetjet i kemi dërguar te Zoti Lladrovci, i njëjti e pat mohu një herë që ka dërguar ndonjë mesazh kërcënues ndaj familjarëve, ndaj familjes Sinani, por familja Sinani vazhdon me ngul kom që kanë marrë kërcënime përmes mesazheve tek familjarët e tyre, edhe janë paralajmëruar për situatën që veç po ndodh sot.